Falënderimi I takon Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botëve, I cili e bëri qaben pik takim të besimtarve dhe haxhin mjet për pastrimin e shpirtrave e faljen e mëkateve. Paqja e Allahut dhe bekimet e tij pa kufi qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili e ktheu rrugëtimin e lodhshëm të shkretëtirës në një fest të shpirtit dhe mbi atë që me dritën e tij u bë vula e çdo shprehje që kërkon rrugën drejt krijuesit. Të dashur vëllezër, xhamati I vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është haxhi ofron shpërblim në ahiret dhe dobi në dynja. Ibn Abbas radiallahu anhu thot, isha ullur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Mina, kur erdhën dy të rinj, dhanë selam dhe thanë, o I dërguar, kemi ardhur të pjesim diçka. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse dëshironi, unë do t'ju tregoj se çfarë doni të më pyesni. Ata thanë, na trego, o I dërguari I Allahut. Ai tha, kemi ardhur të më pyesni për shpërblimin kur njeriu del nga shtëpia e tij me nijet për të kryer haxhin, çfarë I ka përgatitur Allahu xhelle shën. Për dy rekate pas çdo tavafi, çfarë shpërblimi ka? Për sajin, çfarë shpërblimi ka? Për qëndrimin në Arafat, çfarë shpërblimi ka? Për hedhjen e gurave dhe hedhjen e kurbanit dhe për tavafin, çfarë shpërblimi ka për gjitha ato? Njëri nga të rinj tha, pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, pikërisht tha këtë donim ta dinim dhe ta pjesnim prej teje. Atëherë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha, që nga momenti kur nisesh nga shtëpia për haxh, për çdo hap do të kesh një të mirë dhe do të fshihet një mëkat. Dy rekatit pas tavafit janë sikur të kesh liruar një rob. Saji është sikur të kesh liruar 70 robë. Kur qëndron në Arafat, I lartësuar I krenohet me ju para melekëve dhe u thot, robrit e mi, erdhën të lodhur nga vende të largëta, duke dëshiruar xhennetin tim. Edhe sikur mëkatet e tyre të jenë sa pluhuri I shkretëtirës apo sa pikat e shiut, tha unë u afal. Ktheuni o robrit e mi, nga Arafati me mëkatet e falura, për ju dhe për ata për cilët ndërmjetësoni, për hedhjen e gurave, me çdo gur, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu të fshin një mëkat të madh. Për kurbanin, shpërblimi është I fshehur te Allahu Gjelle Shanuhu. Ndërsa për tavafin, ndërsa bën tavaf dhe nuk ke asnjë mëkat, ta afrohet një melek nga ana e djathtë, vendos dorën mbi supin tënd dhe thot, puno për të ardhmen, sepse e kaluara jote tashmë është falur. Shohim se për haxhin shpërblimi në ahiret është I madh, I pa imagjinueshëm. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu thot se në haxh duhet shkuar që të përjetoni dobi, që do të thot se rritet e haxhit duhet të na sjellin dobi edhe këtu në këtë botë. Çdo ritual, nëse mendojmë për thelbin e tij, I sjell njeriu dobi të dyfisht në këtë botë dhe në ahiret. Ihrami I bën dobi njeriu, sepse të jesh muhrim do të thotë të jesh nën ndalesa, të mos parfumosesh, të mos krehesh, të mos ruash, të mos presesh flokët,
dhe të mos veshësh rrobat e zakonshme të kësaj bote. Të jesh muhrim, do të thotë ta kujtosh veten për vdekjen dhe të dalësh para Zotit me veprat e tua që para ditës së gjykimit. Ihrami e bën të qartë se në fund nuk do të ketë rëndësi pamja, pozita apo pasuria, por vetëm veprat e tua. Tavati i sjell dobi njeriut, sepse gjatë tij kupton se gjithçka lëviz, ne dhe gjithçka rreth nesh, dhe se çdo gjë ka fillim dhe fund, përveç të gjallit të përhershëm. Lëvizja në tavaf është simboli i gjithë universit, ku gjithçka është në lëvizje në kohë dhe hapësirë. Krijuesi na paralajmëron për kohën dhe na orienton në hapësirë me shenjat e tij që të mos devijojmë nga rruga e drejtë. Kush e kupton këtë dhe jeton me vetdijen se rreti i jetës do të mbyllet, do të shmang mëkatet dhe do t'i thuhet si haxhiut në tavaf: ec përpara, puno për të ardhmen, xheneti është vendbanimi yt. Qëndrimi në Arafat, vukuf, i sjell dobi njeriut, sepse Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu krenohet me robrit e tij. Ata janë aty vetëm për të, në gatën e madhe, dhe Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu dëshiron që edhe ne të kemi krenari të drejtë. Mesazhi i Arafatit është: mos u ktheni në mosbesim, mos u ktheni kundër njëri tjetrit. Ju jeni vëllezër e motra, nga një burr dhe një grua, dhe të gjithë nga dheu. Askush nuk ka përparësi ndaj tjetrit. Haxhi duhet të na mësojë të rregullojmë marrëdhëniet në shoqëri dhe të japim secilit të drejtën e tij. Në Mina hidhen burrët ndaj shejtanit. Pasi kemi marrë forcë nga ihrami dhe Arafati, njeriu është i gatshëm t'i kundërvijë të keqës. Ata që nuk janë në Mina, duhet të dinë se burrët tanë janë veprat e mira. Namazi, sadakaja, mirësia, njeti i pastër, sepse veprat e mira i fshin të këqijat. Sa i ka shpërblim të madh, sa lirimi i 70 robërve. Por kjo arrihet vetëm nëse kuptojmë mesazhin e tij. Përpjekja, lëvizja dhe puna. Haxheria nuk priti, por veproi për të shpëtuar. Mesazhi është që njeriu duhet të punojë dhe të përpiqet për veten dhe për shoqërinë. Kurbani ka shpërblim të fshehur tek Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Por mesazhi i tij në këtë botë është i qartë. Nuk ka rëndësi sa japim, por çfarë fitojmë shpirtërisht. Ai forcon lidhjet familjare, farefisnore dhe shoqërore. O Allah i madhruar, na ndihmo që t'i kuptojmë dhe t'i jetojmë rritet e haxhit, që prej tyre të marrim mësim dhe të ecim gjithmonë në rrugën e drejt faljes dhe knatësisë tënde. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.